Kapitulli 10. Jezui u largua që andej e shkoi në krahinën e Judes, përtej Jordanit, e përsëri turmat u mblodhën pranë tij. Ai filloi përsëri të mësonte siç e kishte zakon. Disa farisejnë ju afruan dhe për ta zënë në kurth e pyetën: A është e lejueshme që burri ta ndaj gruan? Jezui u përgjigj: Çfarë ju ka urdhëruar Mojsiu? Ata i thanë: Mojsiu ka lejuar të shkruhet gruas letra e ndarjes dhe të lihet. Jezui u tha: Ai ju ka shkruar këtë urdhërim për shkak të ngurtësisë së zemrës suaj. Por që nga fillimi i krijimit Perëndia bëri mashkullin e femrën. Për këtë arsye burri do ta lërë baban e nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e vet. E të dy do të bëhen një trup i vetëm. Kështu ata nuk do të jenë më dy, por një trup i vetëm. Prandaj atë që ka bashkuar Perëndia, njeriu të mos e ndaj. Kur u kthyn në shtëpinë ku po rinin, dishepujt e pyetën përsëri për këtë gjë. Ai u tha: Kushdo që e ndan gruan e vet e martohet me një tjetër, bën tradhti bashkëshortore ndaj saj. Dhe kushdo që e ndan burrin e vet e martohet me një tjetër, bën tradhti bashkëshortore. Atëherë i sollën disa fëmijë që të vinte duart mbi ta, por dishepujt i qortuan. Kur i pa, Jezui u zëmërua dhe u tha: Lërini fëmijët të vinë tek unë, dhe mos i pengoni, sepse mbretëria e Perëndisë u përket atyre që janë si ata. Me të vërtet po ju them, se ai që nuk e pranon mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë, nuk do të hyjë në të. Pastaj i mori në krah dhe i bekoi duke vënë duart mbi ta. Ndërsa po nisej për rrugë, dikush erdhi me vrap, i ra në gjunjë dhe e pyeti: Mësuesi mirë, ç'duhet të bëj që të trashëgoj jetën e amshuar? Jezui i tha: Përse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë përveç Perëndisë. Ti i njeh urdhërimet. Mos vrit, mos bëj tradhti bashkëshortore, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, mos mashtro, ndero baban e nënën. Ai i tha: Mësues, të gjitha këto i kam bërë që nga rinia ime. Jezui e vështroi, ndjeu dashuri për të e i tha: Të mungon një gjë. Shko, shit çfarë ke, jepu atë varfërve, dhe do të kesh një thesar në qiell. Pastaj eje e më ndiq. Por ai u trishtua nga këto fjalë e u largua i mërzitur se kishte shumë pasuri. Jezui vështroi rreth e rrotull e u tha dishepujve: Sa e vështirë është për ata që kanë pasuri të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Dishepujt u shtangën nga fjalët e tij, por Jezui u tha përsëri: Bijtë mi, sa e vështirë është të hysh në mbretërinë e Perëndisë. Është më e lehtë të kaloj një deve në përvrimën e gjilpërës, se sa të hyjë një i pasur në mbretërinë e Perëndisë. Ata u habitën te mase e i thanë njëri tjetrit: Po atëherë kush do të mund të shpëtohet? Jezui i vështroi e tha: Kjo është e pamundur për njerëzit, por jo për Perëndinë, sepse për Perëndinë gjithçka është e mundur. Atëherë Pietri mori fjalën e tha: Ja, ne lam gjithçka dhe erdhëm pas teje. Jezui tha: Me të vërtet po ju them, se askush nga ata që lanë shtëpi, vëllezëra, motra, nëna, bab, fëmijë ose ara për shkakun tim dhe për shkak të Ungjillit, nuk do të mbetet pa marrë tani në këtë kohë, së bashku me përndjekjet, 100 fish shtëpi, vëllezër, motra, nën, fëmijë e ara, dhe jetën e amshuar në botën e ardhshme. Por shumë nga ata që janë të parët, do të jenë të fundit, dhe të fundit do të jenë të parët. Rrugës për në Jeruzalem, Jezui u printe dishepujve. Dishepujt ishin të tmerruar, ndërsa të tjerët që i ndiqnin kishin frikë. Si i mori përsëri më një anë të 12-tët, Jezui filloi t'u tregonte çfarë do t'i ndodhte. Ja, ne po shkojmë në Jeruzalem, dhe biri i njeriu do t'u dorëzohet kryepriftërinjve dhe skripëve. Ata do ta dënojnë me vdekje dhe do t'u dorëzojnë paganëve. Këta do ta tallin e do ta pështyjnë, do ta fshikullojnë e do ta vrasin. Por pas 3 ditësh, ai do të ngjallet. Jakobi e Gjoni, bijtë e Zebedeut, ju afruan dhe i thanë: Mësues,
Duam të bësh për ne gjithçka që të kërkojmë. Ai u tha. Çfarë doni të bëj për ju? Ata i thanë, Na lejo që në lavdin tënde të ulemi njëri në të djathtën e tjetri në të majtën tënde. por Jezui u tha. Ju nuk dini çfarë kërkoni. A mund ta pini ju kupën që do të pi unë? Apo të pagzoheni me pagzimin që do të pagzohem unë? Ata ju përgjigjen. Mundemi. Jezui u tha. Kupën që do të pi unë do ta pini edhe ju, dhe do të pagzoheni me pagzimin që do të pagzohem edhe unë. Por që të uleni në të djathtëna në të majtën time, nuk më takon mua ta vendos, sepse vendet u takojnë atyre për të cilët janë përgatitur. Kur e dëgjuan këtë gjë, 10 të tjerët u zemëruan me Jakobin dhe me Gjonin. Por Jezui i thiri pranë vetes dhe u tha. Ju e dini se ata që e mbajnë veten si krerë të kombeve sundojnë mbi to, dhe të mëdhejt e tyre ushtrojnë pushtet mbi to. Me ju nuk duhet të ndodh kështu. Por nëse dikush nga ju dëshiron të bëhet i madh, le të jetë shërbëtori juaj. Dhe nëse dikush dëshiron të jetë i pari, le të bëhet shërbëtori të gjithëve. Sepse edhe biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por erdhi për të shërbyer e për të dhënë jetën e vet si shpengim për shumë njerëz. Kështu arritën në Jeriko. Ndërsa po nisej që andej bashkë me dishepujt dhe me një turmë të madhe, një lypës i verbër, Bartimeu, i biri i Timeut, rrinte ulur në anë të rrugës. Kur dëgjoi se po kalonte Jezui i Nazaretit, ai nisi të bërtiste. Jezu, biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Shumë veta e qortonin që të heshte, por ai thërriste edhe më fort. Biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Jezui ndaloi dhe tha. Thirreni. Ata e thirrën të verbrin e i thanë. Merë zemër, ngrihu, a i po të thëret. A i hodhi te i mantelin, brofi në këmbë e shkoi te Jezui. Jezui i tha. Çfarë dëshiron të bëj për ty? I verbri u përgjigj. Mësues, dua që të shoh përsëri. Atëherë Jezui i tha. Shko, besimi yt të shpëtoi. Ati ju kthye menjëherë shikimi dhe shkoi pas Jezuit.